E drejta për qasjen e informata në përgjithësi është thelbësore për llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë. Fshehtësia llogaritet si djep i korrupsionit, abuzimit të kompetencave dhe keq menaxhimit. Me ligjin për gjykatat, publikimi i të gjitha aktgjykimeve është obligim i sistemit gjyqësor. Ky rregullim ligjor është në harmoni me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. I mbron palët ndërgjyqëse kundër administrimit të drejtësisë në mënyrë të fshehur pa shqyrtim publik dhe gjithashtu është një nga mënyrat me anë të së cilës mund të mbahet besimi në gjykata. Publikimi i aktgjykimeve është mjet i fuqishëm për sigurimin e transparencës dhe për thirrjen për shqyrtim publik. Populli, në emër të së cilit merren vendimet, duhet të di për vendimet e gjyqësorit. Lëvizja Fol bën monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat. Viona Bunjaku nga Fol thot se përmes këtij monitorimi synohet të paraqitet gjendja faktike rreth publikimit të aktgjykimeve nga ana e gjykatave. Këtë punë, pra lëvizja Fol e bën për shkak të identifikimit të problemeve që mund të paraqesin vendimet e publikuara në webfaqen e Këshillit Gjyqësor dhe për të identifikuar ato probleme në bazë të udhëzimeve administrative që janë pra vetë të rregulluara në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Dhe gjithashtu ka për qëllim që të informoj publikun e gjerë pra në lidhje me vendime gjyqësore të publikuara dhe gjithashtu ofron një listë rekomandimesh për gjykatat e rregullta pra të Republikës së Kosovës për t'ju japur atyre një ndihmesë që në të ardhmen pse jo ti zbatojnë edhe ato rekomandime. Deri më tani, sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, janë publikuar mbi 122.000 aktgjykime. Ky trend i publikimit synohet të rritet vazhdimisht deri në arritjen e publikimit në kohë reale. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2022, në faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë publikuar gjithsej 34.700 vendime. Gjatë kësaj periudhe janë zgjidhur mbi 97.000 lëndë, që nënkupton se janë publikuar rreth 36% e lëndëve të zgjidhura. Ky nivel i publikimit dëshmon rritje të publikimit të aktgjykimeve prej 41% në krahasim me vitin 2021, ku në faqen e KGK-s ishin publikuar rreth 24.500 vendime. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka bërë një progres të madh sa i përket publikimit të aktgjykimeve në gjithë gjykatat e Republikës së Kosovës. Deri më tani në faqen zyrtare janë publikuar rreth 122.000 aktgjykime. Nga këto aktgjykime, qytetarët e Republikës së Kosovës mund të informohen se si pra gjykatat trajtojnë raste të ndryshme. Krahas rritjes së numrit të aktgjykimeve të publikuara në gjuhën shqipe në nivel vendi, synohet të rritet edhe numri i aktgjykimeve në gjuhën serbe. Për këtë qëllim, Instituti i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe në mbështetje të fondeve programatike të Kombeve të Bashkuara, ka nisur zbatimin e projektit përmes të cilit do të angazhohen 4 zyrtarë ligjor në përgatitjen e aktgjykimeve për publikim dhe publikimin e tyre në gjuhën serbe. Instituti i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, këtë vit ka filluar një pilot projekt për identifikimin, anonimizimin si dhe publikimin e aktgjykimeve në gjuhën serbe, në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në Mitrovic, gjykatën e apelit si dhe në gjykatën supreme. Pas anonimizimit të këtyre vendimeve, të njëjtat do të publikohen në portalin e sistemit gjyqësor. Ne si IKD së bashku me Këshillin Gjyqësor të Kosovës jemi duke punuar me një projekt i cili projekt synon të anonimizojë vendimet e gjykatave në Kosovë me pas ato të publikohen në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Unë vlerësoj që ky projekt është një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës e gjithashtu rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. U okviru ovog projekta radit ćemo na identifikaciji sudskih odluka, dakle sudskih presuda, također na anonimizaciji istih koje će kasnije biti objavljene na sudskom portalu. Dakle, svrha ovog projekta jeste da se poboljša transparentnost sudova gdje će građani kasnije biti obavešteni o tome kako sudovi rade na pitanjima kojima se bave. Për zyrtarët e gjyqësorit, publikimi i aktgjykimeve ka rëndësi të veçantë për përmbushjen e obligimeve ligjore dhe rritjen e transparencës e besimit të publikut në gjyqësor. Publikimi i aktgjykimeve është një aspekt shumë i rëndësishëm i transparencës së gjykatave, cilit ne ja kemi dhënë rëndësinë e duhur
Kjo flet edhe me shifra, për shkak se aktualisht i kemi mbi 124.000 aktgjykime të publikume nga gjitha gjykata themelore, ajo e apelit dhe gjykata supreme. Aktualisht sfidë është çështja e resurseve njerëzore, për shkak se përballemi me mungesë të personave që mund t'i ngarkosh me punë shtesë, siç është anonimizimi i aktgjykimeve dhe ngarkimi i tyre në webfaqe më pas edhe publikimi. Bazuar në udhëzimin administrativ 04/2019 të Këshillit Gjyqësor, anonimizimin e aktgjykimeve bëjnë bashkëpunëtorët profesional, të cilët janë të ngarkuar edhe me lëndë të tjera dhe kjo është një punë shtesë që ju është dhënë atyre. Edhe kjo normal që ka kriju edhe pengesa në arritjen e publikimit gjitha aktgjykimeve. Ndaj në këtë drejtim po shikohen mundësitë që të gjinden alternativa tjera, angazhimi i zyrtarëve të tjerë, të cilët do të ngarkohen me anonimizim të aktgjykimeve dhe më pas me ngarkimin e tyre në webfaqe dhe publikimin, në mënyrë që t'i mundësohet publikut që të shoh drejt për drejt punën e gjyqtarëve, vendosjen me drejtësi, domethënë përmes aktgjykimeve. Sparje, më lejo t'ju falenderojmë për këtë mundësi që e keni kriju për ta lehtësu procesin e publikimit të aktgjykimeve dhe në gjuhën serbe. Do t'jetë një bashkëpunim besoj i mirëfillt, për shkak se do ta mundsoj rritjen e numrit të publikimit të aktgjykimeve në gjuhën serbe, i cili normalisht që është numër më i ulët. Aktualisht për shembull në Gjykatë Supreme përkthehen në gjuhën serbe aktgjykime që punohen nga gjyqtarët serb në gjuhën serbe, përkthehen në gjuhën shqipe, si dhe anasjelltas kur palët janë serb, aktgjykimet që punohen në gjuhën shqipe përkthehen për palët në gjuhën serbe. Ne në Gjykatë Supreme deri tash kemi publikuar 1168 aktgjykime në gjuhën serbe, nga 10.215 sa në total janë të publikuara, që i bën se është një përqindje e vogël e aktgjykimeve të publikuara në gjuhën serbe. Nuk përkthehen të gjitha sepse mungojnë prap resurset njerëzore. Ndaj e konsiderojmë shumë të mirëseardhur dhe të nevojshme ndihmën që do ta ofroj IKD-ja përmes zyrtarëve në fjalë. Atyre do t'ju krijohet çdo mundësi e bashkëpunimit me gjyqtarët edhe me neve stafin, që ta lehtësojmë këtë proces edhe që ti kemi frytet e kësaj pune në mënyrë që transparenca të rritet edhe më tej.